Në Bashkinë e Lezhës rreth 2870 biznese pritet të përfitojnë nga skema faljes së gjobave dhe kamatvonesave të akumuluara ndër vite. Sipas të dhënave zyrtare, bëhet fjalë për detyrimet të krijuara gjatë periudhës 2014-2024, ndërsa vlera totale që falet arrin në 240 milion lekë të reja. Interesi i bizneseve për të qenë pjesë kësaj skeme ka qenë i lartë pas miratimit të procedurës të aplikimit. Autoritetet vendore thonë se shumë subjekte janë paraqitur pranë zyrave të bashkisë për të marrë informacion mbi kriteret dhe mënyrën e përfitimit. Nënkryetaria e bashkisë Berkina Vuksani ka sqaruar gjithashtu se bizneset duhet të ndjekin procedurat përkatëse administrative për të përfituar nga kjo skemë, ndërsa fatet dhe kushtet janë bërë publike nga administrata vendore. Për disa ditësh, Ministria e Financave ka miratuar udhëzimin në zbatim të ligjit 86 të vitit 2025 për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore e qendrore dhe vendore se detyrimet të pagueshme në dogan. Prandaj të gjitha ato subjekte të cilat janë taksapagues të Bashkisë Lezhë dhe kanë detyrime të papambetura për taksa tarifa vendore përfitojnë direkt nga zbatimi i këtij ligji. Deri në periudhën 31 dhjetor të vitit 2014, ato përfitojnë fshirjen e plotë të detyrimeve tatimore për taksa dhe tarifa vendore, pa pasur nevojë që të bëjnë ndonjë veprim shtesë, apo pa pasur nevojë që të paraqiten pranë bashkisë apo për të kryer ndonjë pagesë. Dhe janë 74 subjekte të cilat përfitojnë nga fshirja e 7.4 milion lekë të reja nga përfitimi i këtij ligji. Pastaj, nëse detyrimet tatimore i përkasin periudhës nga data 1 dhjetor e vitit 2015 deri me 31 dhjetor të vitit 2019, kanë dy mundësi shlyerje të këtyre pagesave. Nëse ato shlyen 50% të detyrimit kryesor deri me datën 30 qershor të vitit 2026, atëherë përfitojnë 50% zbritje të principalit të pjesës së mbetur. Dhe nëse paguajnë 75% të detyrimit deri me datën 31 dhjetor të vitit 2026, atëherë ato përfitojnë 25% të detyrimit të mbetur fshirje të këtyre detyrimeve. Për këtë periudhë në Bashkinë Lezhë janë 1160 subjekte të cilat përfitojnë dhe me një zbritje për 117 milion lekë të reja në total. Për periudhën nga 1 janar i vitit 2020 deri me 31 dhjetor të vitit 2024, falen gjobat dhe kamatvonesat në mënyrë që të paguhen dhe me kusht që të paguhet detyrimi i plot i principalit. Për këtë periudhë kohë janë 1636 subjekte të cilat përfitojnë dhe në vlerë totale 118 milion lekë të reja. Po, gjatë këtyre ditëve, në daljen edhe udhëzimit, ka pasur një interes të shtuar të subjekteve, të cilat janë paraqitur pranë Bashkisë Lezhë për të marrë informacionin e duhur për të përfituar nga këto lehtësira që ofron ky ligj. Masa ndërmarrëse në të lehtësojë barrën financiare të bizneseve dhe të krijojë më shumë mundësi për formalizimin dhe vijimin normal të aktivitetit ekonomik në Bashkinë e Lezhës.